që kjo është hera e 6 që jom niste ajo shtylla të tranziti i rim Prizren, do me thonë. Këtyre që ka ndodhë 5 herat e tjera. Atë do tjetë çështje javësh, që do të largohet edhe ajo shtylla dhe shtylla tjera. Çka është intervenu, është vendosë ajo shenja që atje, se s'është intervenu alo. Ditën e mërkur kena me dalë në terren. Moment që marrën zgjidhje teknike, fillon me largimin e atyre shtyllave në procedurë. E qartë. Kësore ne tash datën kur ka premtu që kome u regullu masi ku më shku për herë të 5. Sot nga operatori ma tha që është maksimumi, bile kështu ma tha, është maksimumi 15 prilli, duhet me kanë këto punë të përfunduara. Hajde nisëm, shkojna të këshyrëm, s'kisha pas qef, me mëra me shku për herë të 7, të këshyrëm. So jena të kerët, ju që jeni të interesu me bli kerë, me qmim të vëllitshëm edhe në super gjendje, 0-0, me kilometrat kalum, siguroni me vizitu Alp Kër Import, tash te kanë qendrën, zyrën edhe në Prishtinë. Mos u sikletavni për nëse menoni që mundet mju ardhë me defekte se i bëhet kontrolli teknik profesional. Çmime, forcën më të madhe e kanë të çmimit, do me thonë, çmimet janë super të vëllitshme, ju që jeni të interesu me bli kerë, e heni aty nuk besoj që dilni pa ble, shkoni, vizitojeni edhe online, edhe fizikisht atje për me kuptu për çka e kom fjallën. Erdhëm njerëz për herën e 6 të tranziti i ri, shtylla vazhdon me qëndru fuqishëm, vertikalisht njëjtin vend, e palëvizshme, stoike, e qëndrushme. Ju jeni të humor me dislokime. Qa je qatje do me thonë është? Që kjo shtylla ka mu he krejt, ka mu vendos qatje. E kur ka me ndodhë kjo? Po punët janë kry, kablat janë shtri, me presim vetëm ketësi kami regullu punët e veta dhe pakë dhe me komplet. Na herën e fundit, se na e kena boj, i kena nejt më ra pas disa të fero me i po reportajet. O herën e fundit ka thonë drejtori që me 15 prill mas larë këti ka me u largu. Mas jena shku një 5 herë, do me thonë. Me 15 prill ka qenë gati. Më thonë tash nuk më varet as prej komunës, as prej kompanisë, më varet prej ketësit. Se qka varet prej ketësit? Sepse atje ku ka mu kyç tensioni, nuk janë gati disa këthina. Ketësi është të punu aty, kur ti kompleton, na kanë premtu që mrena 2 jave i kompletojnë. Mrena 2 jave prej kur? Prej cilës ditë? Prej të premtës, do me thonë. Prej të premtës të kalume, a? Premtës që shkoj, po. Okej, do me thonë po thu që tash s'është mo kompetencë juve veç ketësi. Nuk është, shtylla është gati, është e kompletune. A qa jo është shtylla? Qa është shtylla është, ka mu qu atje, mu lidhë telat me u put kjo pjesa. A mujna me shku bashkë atje? Do me thonë që të ko me përfundu qa jo shtyllë? Okej, ka mu hek rjeti komplet, deri në Ortakolla atje. Deri të Hibi, që është ajo trafa 120 Po. Kanë mu hek gjithsej 9 shtylla. 9 shtylla, qashtu, e di që është projekt, nuk ka veç kjo shtyllë, janë edhe 8 tjera. Mirë po, shpresoj që kësaj here, ka me shku qashtu që shpothu si mas planit, se na kemi qenë, do me thonë për herë 6, sot që po vina, për një me arsuetimet vazhdimisht po bohen qatë shumë tepërt, apo nina edhe one i tepërt, qatë shumë që po vi edhe qatë shumë po marrë data të reja, sa që s'pe kuptoj pse është që kaq. No, jemi gati, do me thonë, punimet kanë përfundu. Do me thonë, vetëm procedurat e ketësit tash. Punimet si punime kanë përfundu. Këtu kem qatë ditë që në ne japin lejen ketësi, me ngrit shtyllën kom këtu, me kyç telat edhe me kyç në trafën kryesore. Shtylla është gati, kablat janë shtrinj prej këtu, i deri atje komplet, janë testu kablat, janë gati të gjitha. Okej, do me thonë, qa je që është të qëndru që ashtu, që aty ka me përfundu shtylla? Kjo ka me përfundu që aty, që do telat kanë mu lidhë këtu dhe mu këput kjo pjesa tjetër komplet. Okej, do me thonë ketë ju ka thonë juve që 2 javë vënohat prej të premtës. Rrëdh 2 javë, po rrëdh 2 javë. Okej, e sa ko ju vynë tani juve për me... Në mrena ditës e kry. Mrena ditës, a? Në momentin që ketësi... Në momentin që ketësi është gati, në mrena ditës e krym. E qa ko me bo saktësisht ketësi këto? Atje janë këthina të veçanta për qëtë linjen. Në qëto këthina, ku kena mu lidhë, ku ka mu kyç, kjo nuk janë gati mrena transformatorit atje. Edhe ajo planifikohet, që të në kanë thonë, për 2 javë në i përfundojmë punët e tonë atje, na vetëm kena mu kyç atje dhe mu kyç këtu.
punë tjera janë komplet përfundume. Okej. Jetoni punë kryer si këto, na tha që nuk është kompetencë, tash ka kalun kompetencën e kecit me i siguru krejt predispozitat infrastrukturore, qysh kërkohet, që të ko me u vendos shtylla. Interesant veni, okej. Si të qoftë, çka është e rëndësishme, nuk është shumë e rëndësishme ku lokacioni, sa është e rëndësishme me u kry njerëz. Na kena me kontaktu prap me kecin, sot gjatë ditës, edhe pse sot është pushim, institucionet kanë pushim sot, kena me provu me kontaktu nesër, edhe me mojt për fjale, me kërku që mrena qisoj periudhe kohore prej 2 javësh, qysh na tha punë kryer si këto, me i kry ata krejt ato obligimet e veta, edhe mrena ditës, në momentin që e marrin dritën e gjelbër për kecit, na thanë që mrena ditës dislokohet shtylla, kështu që rrinit këqt sa disa t'joj 21, mas 2 jave na kena me udok prap, fillimisht kena me fol me kecin për ndryshe, unë jam burim pa t'folle, me që ta mërëm gjenin kejt platformat ku dhe që jeni jo me dhone prezent.